Mirëmbrëma të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi natën e sotme për të ndarë në fakt në këtë syfyr një histori të dhimbshme me ju. Këtë letër ma ka shkruar një nën në TikTokun tim, e cila kërkon që anonim të shpërndaj historinë e saj. Ajo është më e mërzitur se kur, ka nevojë për një gjë të vetme, ka nevojë që pranë saj ta ketë vajzën të cilën e lindi, por nuk e shijoi dhe nuk e jetoi dot kur, sepse bashkëshorti nuk ja toleron. Jam një nën që flet sot me zë të dridhur, por me zemrën plot dashuri. Jam një nën anonime sepse ndonjëherë dhimbja është aq e madhe sa nuk gjen guximin as ta thuash emrin tënd. Unë jam një nën e shkurorzuar dhe kam vetëm një vajzë. Një vajzë të vogël, vetëm 2 vjeçe. Ajo është jeta ime, fryma ime, arsyeja pse zgjohem çdo mëngjes dhe pse nuk dorëzohem edhe kur shpirti im më coptohet. Por sot unë jam një nën që nuk e përqafon dot fëmijën e saj. Kur u bëra nën, mendova se dhimbja më e madhe në jetë ishte lindja, por realisht unë gabova. Dhimbja më e madhe është kur lind fëmijën dhe më pas të thonë ti nuk ke të drejtën ta mbash këtë fëmijë. Pas ndarjes, jeta ime u kthye në errësirë. Jo sepse u shkurorzova, por sepse humba diçka më të shtrenjtë se çdo martesë. Praninë time si nën pranë vajzës time. Vajza ishte vetëm 2 vjeçe. Një fëmijë që ende nuk di të flasë mirë, por që ndjenjat me patjetër i ka, ajo patjetër që di të ndjejë. Një fëmijë që ka nevojë për përqafimin e ngrohtë të nënës, për aromën e saj, për duart që e mbështjellin kur ajo në të vërtetë qan. Por mua ma ndaluan këtë gjë. Sot, e drejta ime si nën është kthyer në diçka që mua më vret çdo ditë. Unë e shoh vajzën time vetëm përmes telefonit, vetëm në kamerë, vetëm një herë në javë, vetëm 10 minuta. Në fakt nuk e di se kush ligje pas ka vënë këtë, domethënë dëgjoni, kjo nën e sheh vajzën e saj vetëm përmes telefonit, vetëm në kamerë, vetëm një herë në javë, edhe vetëm 10 minuta. Kjo është e tmerrshme. 10 minuta, thot. A e kuptoni sa pak janë 10 minuta për një nën? Me patjetër që janë shumë pak. Në ato 10 minuta, thot, unë përpiqem të buzëqesh, ndërsa shpirti im më qan. Përpiqem t'i flas butë, ndërsa zemra ime më reh jashtëzakonisht shumë fort. Përpiqem t'i them se mami e do, ndërsa ajo e zgjat duart drejt ekranit. Dhe unë nuk jam aty që ta përqafoj. Ajo më thret mami, edhe unë nuk mundem t'i fshi lotët e mi. Ajo lodhet dhe unë nuk mundem që ta vë në gjumë. Çdo telefonat mes nesh mbyllet me dhimbje, sepse pas 10 minutash ekrani fiket. Por zemra ime akoma vazhdon që të digjet.
Askush nuk e kupton se sa e rëndë është kjo. Nëse nuk e ke jetuar, askush nuk e kupton se çfarë do të thotë të jesh nën, por të trajtohesh realisht sikur nuk je. Unë nuk jam nën e keqe. Unë nuk jam nën e paditur. Unë nuk jam nën pa zemër. Unë jam thjesht një nën që po lufton për të drejtën më themelore në botë, të doj fëmijën e saj. Një fëmijë 2 vjeç nuk ka nevojë për rregulla të ftohta, nuk ka nevojë për letra dhe nuk ka nevojë për orare. Një fëmijë 2 vjeç ka nevojë për nënën e vet, ta ketë afër, ta ndjej dhe ta kuptoj. Sepse dashuria e nënës nuk transmetohet vetëm nga ekrani. Ka net, më besoni, që flen me telefonin në dorë, duke parë fotografitë e saj. Ka net që unë qaj pa zë, që askush të mos të më dëgjoj. Ka ditë që po duket sikur po më marrin frymën, por unë nuk dorëzohem. Sepse jam nën, dhe një nën, edhe kur i marrin gjithçka, nuk ja marrin dot dashurinë. Unë lutem çdo ditë që kjo padrejtësi të mos i ndodh asnjë nëne e tjetër, asnjë grua të mos të zgjohet me dhimbjen që realisht unë zgjohem, asnjë fëmijë të mos të rritet pa përqafimin e nënës. Nëse kjo histori sot dëgjohet nga dikush që ka fuqinë të ndryshojë diçka, ju lutem mos e harroni. Një nën nuk është armik. Një nën është jetë. Dhe vajza ime një ditë do ta mbaj fort në krah. Do t'i them se mami nuk u largua kurrë, se mami luftoi, se mami e deshi, edhe nga larg, kur afërsia ju ndalua padrejtësisht. Deri atë ditë unë do të pres, do të lutem edhe do të flas, sepse heshtja vret dhe e vërteta duhet të dëgjohet. Jam një nën dhe kjo është historia ime. Në fakt, unë duhet të përçoj një mesazh nëpërmjet kësaj historie drejt babait, me patjetër. Unë do kisha dashur të apeloj që lejo nënën të takoj vajzën e saj, pa marrë parasysh sa do ta duash ti, nëna jote, vendin e nënës nuk e zeni dot kurrë. Mos investoni tek vajza që të rritet me dhimbje dhe të rritet me pa dashurinë e nënës, sepse nesër do të dëshironi ta kompenzoni, por më besoni do të jetë shumë vonë. Reflektoni.